për hedhjen e kapsullave të gazit lotësjellës. Shihni se si preket ai në pjesën e pasme të kokës dhe rrëzohet në tokë, më pas ndihmohet nga të tjerë protestues. Nuk e dim se si është gjendja e tij, do të kemi mundësi të rikthehemi më vonë edhe kësaj situate. Po Marsi Koreshi, e cila e shohim në një në pamje, je së bashku me deputetin Berin Kolliçi. Po Armela, pam pak më parë pamje se si zoti Kolliçi bashkë me deputetin tjetër të Partisë Demokratike Klevis Balliu u futën në ambientet të Selis Blu në një gjendje jo të mirë shëndetësore për shkak të gazit masiv që është hedhur në selinë e Partisë Demokratike që ka depërtuar edhe në korridoret e Selis Blu. Zoti Kolliçi, gaz jo vetëm në rrugë, por edhe në seli, si e komenton? Gaz edhe brenda ambienteve të Selis Partisë Demokratike, edhe kjo tregon panikun që shoqëron sot Edi Ramën, banditin që ka vendosur në krye të policisë shtetit, ushtarin e bandës Troplimve dhe të bandës Uelçelës, narkotrafikantin Ilir Proda, një njeri i njohur gjërësisht nga të gjithë agjencitë zbatuese partnere si ushtar i krimit dhe i karteleve të drogës. Kjo dhunë që ju shihni, ky gaz që shihni është shenjë e qartë e frikës dhe e panikut që ka kapur sot Edi Ramën dhe gjithë shpurën që e mbron për shkak të një proteste të jashtëzakonshme në numra në pjesëmarrje. Ju e shihni tani që ne po flasim. Shihni, ftoj kamerën, ju lutem të filmoni, nuk ka asnjë arsye. Vijon policia e shtetit të hedh gaz lotësjellës dhe bombula gazi edhe në ambientet e hyrjes së listë Partisë Demokratike. Pak minuta më parë, gjatë kohës kur ju keni bërë raportimin, kur unë kam hyrë së bashku me deputetin Balliu në seli, ka qenë rast i paprecedent që një djalë i të ri e kanë goditur me bombulën e gazit lotësjellës mbrapa koke dhe është shoqëruar në ambientet e spitalit dhe të urgjencës menjëherë. Ajo që ka ndodhur sot është e paprecedent për sa i përket dhunës së ushtruar dhe masave tërësisht jo proporcionale të marra nga policia e shtetit. Kjo është një tregues i qartë që kjo protestë do duhet vazhdojë dhe do duhet radikalizohet dhe më shumë. Pra nëse këta mendojnë se ne sot na kanë stepur, nëse këta mendojnë se kanë arritur të vrasin nervin e protestuesve, i garantoj që do të jemi edhe më fort, edhe më reagues, edhe më proporcional ne si Parti Demokratike në raport me këta bandit që sot veshin uniformën e shtetit. Po të shihni, keni jashtë rrethimit Partisë Demokratike civil të veshur me uniforma pa numra, pa mjete identifikimi që presionojnë, rrinë afër dhe tentojnë të marrin dhe të shoqërojnë të rinj dhe protestues Partisë Demokratike që janë tërësisht paqësor. Po të shihni media ndërkombëtare si asnjëherë më parë ka një jeon të jashtëzakonshme duke nisur nga Reutersi dhe gjithë agjencitë. Hajde tregoje për mediat. Tregoje kundër. Brenda selisë Partisë Demokratike që nuk ka as edhe një arsye, ju e shihni mund filmoni këdo këtu në këto ambiente. Dhe nuk ka asnjë arsye për të dënuar qytetarët që ndodhen në botë. A shkelje e ligjit hedhja e gazit në seli? Shkelje e ligjit është dhunim i një force politike dhe sigurisht është ndërhyrje në ambientet e brendshme të partisë më të madhe opozitare në vend, ku ju e shihni që këtu ka zonja të nderuara, ka të moshuar, ka të rinj, ka qytetarë që kanë hyrë në selinë e Partisë Demokratike për të mbrojtur. Kjo dhunë është e pajustifikueshme, është e pashpjegueshme. Sot ajo që ka ndodhur është e paprecedent për sa i përket masës së gazit që është hedhur nga frika e madhe e pjesëmarrjes. Shiko Marsit, ju them vërtetën. Duke qenë se ndodhemi në fillim të muajit Ramazanit. Duke qenë se sot është hapur shqelur iftari në orën rreth 5:27 në mos gaboj. Duke qenë se ka qenë dhe një mod i vështirë, pritshmëritë kanë qenë që protestat mos kishte pjesëmarrje. Përkundrazi, pjesëmarrja ka qenë rekord, qytetarët kanë dalë dhe kjo tregon motivimin dhe mbështetjen e kësaj thirrje të Partisë Demokratike nga gjithë qytetarët kryesisht atyre të Tiranës. Unë ju garantoj që ne do vijojmë, nuk ka bombul gazi, nuk ka dhunë policore, nuk ka intimidim, nuk ka procedim që ndal protestën e qytetarëve dhe të Partisë Demokratike. Zoti Kolliçi, do t'i përgjigjeni ligjërisht kësaj që e cilësoni shkelje ligji, do të padisni dikë dhe kë për gazin brenda selisë? Kto nuk e kanë problem fare pa dinë, ne do t'i padisim nga i pari ke i fundit. Një garanci ja u japim. Sikundër kemi bërë me Erion Veliajn. Për 44 javë, protesta me radhë 2 vite deklarata, denoncime, konferenca për shtyp dhe mira intervista derisa banditi i Tiranës, hajduti i Tiranës, krijuesi i 5Z shkojnë në burg.
Sikundër nuk i jemi ndarë dhe nuk i ndahemi Belinda Balluku derisa të shoqëroj vllajën e saj në qelinë e Durrësit, nuk do t'i ndahemi Edi Ramës, Ilir Prodës dhe çdo banditi që sot fshihet prapa uniformës policisë shtetit derisa të mbajnë përgjegjësi para ligjit. Partia Demokratike nuk i harron të gjithë ata që kanë dhunuar të rinj, të reja, tani mund shihni që ka një aksion që po ndodh në një konfrontim me policinë e shtetit, nuk i ndahemi atyre që po dhunojnë zonjat të moshuarit dhe të rinjt e Tiranës. Nuk i ndahemi atyre që kanë goditur sot me plumb kandidaten, me plumb gome, kandidaten për deputetet Partisë Demokratike në Shkodër. Po, Marsim, nëse mund është dhe një pyetje të fundit, se ne po shohim që po hidhen ka përplasje realisht. Po shohim që po hidhet sërish intensivisht gaz sërish brenda selisë, ndërkohë që konfirmojmë ne jemi live në ambientet e selisë së Partisë Demokratike që nuk po ndodh asgjë këtu. Ka vetëm qytetarë që po qëndrojnë në selinë e Partisë Demokratike. Edhe një pyetje të fundit, nëse mundesh. Shumë shkurt, lidhur me atë çfarë sot deklaroi policia e shtetit që nuk merrte përsipër menaxhimin e kësaj proteste. Çfarë do të thotë kjo për zotin Kolliçi? Zoti Kolliçi, policia deklaroi sot se nuk do të marrë përsipër menaxhimin e protestës së sotme. Si e komentoni këtë? Po sigurisht, është aq qesharake, është e njëjta polici që mua më procedoi 10 ditë më parë për kundërshtim forcave të rendit ndërkohë që isha fizikisht në Amerikë. Është e njëjta polici dhe janë të njëjta trupa për cilat është e pamundur të garantojnë sigurinë e një proteste. Është e pamundur të garantojnë sigurinë e qytetarëve shqiptarë që në zonën më të sigurt të Republikës së Shqipërisë, në terminalin VIP dhe në protokollin e shtetit, në aeroportin e Rinasit, ndodh një vrasje në mesditës dhe nuk mban kush përgjegjësi, janë të njëjtat autoritete që marrin përsipër të çojnë trupa paqërujtëse në Gaza dhe të garantojnë sigurinë në Gaza. E kuptoni për çfarë niveli flasim dhe e kuptoni për çfarë njerëzish flasim. Ndërkohë që o Luç, hajde më Luç. Ndërkohë që keni nënkryetarin e Partisë Demokratike, zotin Luciano Boçi, i cili prej disa minutash ka probleme edhe ky për shkak të bombullave të gazit që hidhen, sepse mori një bombull për ta kthyer dhe po pritej për t'u dërguar edhe zoti Boçi pranë bluzave të bardha për të marrë mjekim. Duhet shkojmë patjetër. Duhet shkosh, është edhe një djalë i ri që na njofton shpar që e kanë godit me bombull gazin brenda koke. Po, dhe ne kemi pamjet e asaj çfarë përmend zoti Kolliçi. Armela, me që kuptuat kjo është situata, është lënduar në proteste dhe nënkryetari i Partisë Demokratike Luciano Boçi, i cili do i drejtohet spitalit për një ndihmë mjekësore për shkak të asaj se çfarë po ndodh në protestë. Ndërkohë që ajo që doja të theksoja, duke qenë se zoti Kolliçi përmendi edhe muajin e Ramazanit, një muaj i shenjtë për besimtarët musliman, është fakti që në momentin që besimtarët po luteshin dhe po këndonte hoxha, është hedhur gaz masiv në ambientet e selisë Partisë Demokratike, por që rrethuan edhe xhamin që është shumë pranë perimetrit, që është një fakt që duhet komentuar që gazi Lociellës nuk kurseu në fakt as besimtarët të cilët po kremtojnë të muaj të shenjtë të tyre, atë të agjërimit të Ramazanit. E qartë, në fakt e gjithë kjo, ajo çfarë blen të theksohet që kemi disa persona në spital në këto momente që flasim në fakt Marsi. Kemi pamjen që po shohim në situata është Po Marsi? Ndërkohë vazhdon situata kaotike në selinë e Partisë Demokratike, gaz Lociellës masiv, qytetarët që nxitojnë të vinë për të shpëtuar dhe për të marrë frym pak më lirisht, por ashtu sikurse përmenda edhe më herët, janë bllokuar tashmë edhe korridoret e selisë blu, ka depërtuar gazi gjithandej në ambientet e selisë Partisë Demokratike, është hedhur masivisht dhe intensivisht. Po, kemi një qytetar i cili në video ne shohim goditet në pjesën e pasme të kokës me një nga kapsullat e gazit të cilat shtiheshin, ne e pam nga një armë që përdorej nga efektivët e policisë. Kemi një qytetar tjetër, një të ri që ne kemi parë në pamje live që është ndjerë keq si pasojë e gazit, ka qenë pa ndjenja ai dhe ai është